mund ta paramendoj përgjigjen, po cili ka qenë gabimi deri tash? E që e paramendon, do më thënë që është e vërtetë, po. E kam dëgjuar në emisionet e tjera. Qoftë se do t'i kisha mbeshur një gabim vetes, përveç faktin që bëra një kryetar që ma përçau partinë, E pritshme. sepse këtu aludoj, Po, si po. duket. E kam dëgjuar. Është që unë kam dashur që ta përshpejtoj ndryshimin, ta sjell sa më shpejt ndryshimin. Dhe bazuar ke ky parimi imi, për të sjellë një ndryshim sa më shpejt, sepse ndryshimet brenda një shoqërie janë të shëndosha. Kam bërë që me veprimet e mia të mbjetoj në skenë politike, politikan të cilët lënë shumë për të dëshiruar në qoftë se kemi parasysh se ku i kanë çuar proceset politike. Unë jam fajtori kryesor që në skenën politike mbjetoj Bilal Kasan. Dhe kjo duhet të thënë. Unë jam fajtori kryesor që në skenën politike mbjetoj Alternativa dhe Afrim Gashi.